Kështu pritet të jetë shtëpia e Kadares në fund të restaurimit të saj. Spartak Drasa, drejtori i Monumenteve të Kulturës në Gjirokastër, njofton se pas 2 vite shpezull u hap rruga për t'i dhënë formën e plot objektit. Është hartuar dhe një program ose një projekt më saktë i vogël për ndërhyrjet që do bëhen në këtë objekt në Instituti i Monumenteve, ku integrohen të dy dhe punimet që kanë mbetur në objektin Kadare pa përfunduar, si dhe në objektin Rapo, ato dëmtime që mund të sillen gjatë restaurimit të objektit Kadare. Ky investim do të thotë kthim në identitet të kësaj banese interesante dhe me vlera arkitektonike për Gjirokastrën. Në restaurim është edhe galeria e gurt me arkadë në pjesën jugore, e cila zë një vend të veçantë në përshkrimin që Kadareja i bën shtëpisë së tij të lindjes në faqet e romanit Kronik në Gur. Shtëpia e gurt në lagjen Palorto, e cila u dogj aksidentalisht në nëntor të vitit 1999, pritet të kthehet në një qendër të rëndësishme si për nxitjen e turizmit, ashtu edhe për profilin kulturor të saj. Ky objekt që është në vazhdimsi grupe turistësh në Kërshëri për të parë nga afër shtëpinë e lindjes së korifeut të letrave shqipe Ismail Kadare.